Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin e ri të Radio Televizionit Iliria në mjekësia dhe te. Ky emision sot për temë ka zgjedhur të diskutoj rreth një libri i cili ditë më parë është publikuar nga një mysafir i joni i cili ka qenë edhe më herët e që kemi nderin sot prap ta kemi në emisionin ton, i cili do të na flet rreth punës që është bërë në rreth punës që është bërë në këtë libër dhe cilat janë qëllimet e këtij libri. Me ne sot Visar Gashi, specialist infektolog. Mirë se vjen doktor Visar sërish në studion ton. Mirë se gjej. Doktor Visar, ne edhe më herët kemi diskutuar për problemet sëmundjet infektive në përgjithësi, kurse sot është një shkas tjetër me cilin kemi diskutuar, ai ka të bëjë me manualin klinikës sëmundjeve infektive, i cili pak ditë më parë është publikuar. Fillimisht rrugtimi juaj deri këto. Po. Faleminderit për ftesën prap. Vërtet po ndihem mirë këtu që te ju. Rrugtimi im është në mjekësi. Bajgi ka fillu herët qysh në shkollën e mesme të mjekësisë që kemi marrë para luftës. Pastaj e përfunduam shkollën e mesme, filluam fakultetin e mjekësisë në Prishtinë. Aty gjatë kohës studimeve me sfida, normal, qofsh ato sfida të studimeve edhe financiare, njëkohësisht më vonë me duhet të hynë të aplikoj si infermier në emergjencë, pranë emergjencës në QKK, në vitin 2007, ku isha ende student i fakultetit mjekësisë, edhe ato kam punuar 5 vite, ato kam përfituar bajge shumë përvojë. Si infermier, njëkohësisht edhe duke ndërtuar si mjek. Ato kam pa nga dora parë llojet e ndryshme të patologjive. Më ka mundësuar të shoh këtë llojet e degëve të mjekësisë, ku ato edhe kam pa veten se ku mundet Visari me hy. Pastaj, në 2011, veç që kemi përfundu dhe kemi fillu punën si mjek në Lipjan, ku atje kemi punuar për 4 vite. 2014 vetëm filluam specializimin në sëmundjet infektive, dhe 2018 përfunduam specializimin, pastaj udhëtimi im vazhdoi në Spitalin Rajonal të Mitrovicës për rreth afër 2 vite. Dhe në fund pandemia, cila filloi në 2019, Covid, ku më duhet të bëj transfer për koshën atë kohë për shkak të ngarkesës së madhe të klinikës infektive me pacienta. Edhe atu kam punuar 2 vite e më shumë në mjekim intensiv të klinikës infektive për ndihmë, për shkak të përvojës edhe trajnimit që kemi bërë në mjekim intensiv. Dhe tash më vetëm jemi ato specialistë që mbi 3-4 vite në klinikën infektive dhe ato vazhdon domun me tutje tash rrugtimi im si specialist në infektive në shërbim të popullit tim. Kjo është do të thotë sa i përket rrugtimit ton deri tek marrja e titullit specialist i sëmundjeve infektive ose infektolog, siç njihet tek ne. Po doktor Visar, a ekziston hala kjo tabuja që për me bë një libër, për me shkruar një libër do të më kon ose doktor ose specialist i vjetër në atë aspektin, ose do të më kon doktor shkencë, apo sot me njohuritë që ketë mund të shkruaj edhe njerëz cilët mendojnë se ose të paktën nga populli priten si njerëz kontribuens, e që ato nuk e kanë vendosur në letër. Po. Normal, këta që ka merren me është 2 rrugë. Është rruga klinike, ku eksperti ose punëtor shëndetësor, në këtë rast, dëshon të merret vetëm me klinikë, me pacienta, edhe është rruga akademike, e cila duhet të qasësh doktoratës, dhe matuti të vazhdohet me studenta, me ushtrime, me ligjërata, me të bësh profesor, dhe gratë të bësh profesor asistent. Mirë, por normal gjatë ty në udhëtimeve nëse kush e merr rrugën e akademike, duhet të bëj punime shkencore, janë të parapana sipas rregullave ndërkombëtare që të shiten libra, të bëhen botime të ndryshme, të bëhen punime shkencore në për shkak të atyne gjërave që duhet vazhdimisht të bëhet update ose përditësimet e reja në shkencë, kush e ka marrë rrugën akademike. Mirë, po normal qëllimi jam qysh prej studimeve të mia në specializim,
gjatë mësimeve të mia, udhëtimi jam në për 4 vite në klinikën efektive, aty kom pasur që vërtet kena nevojë për literaturë. Në kësisht normal, në profesori Lirin edhe është bërë libri, i cili është botuar para ca viteve, libri i cili është bagi, është i gjerë, është dikon me shumë faqe. Ato kam pasur nderin gjatë specializimit tim edhe autor me profesorin. Edhe profesorët tjerë kanë qenë të klinikës dhe këtë kolektat bashkëautor në atë libër. Mirë po, ai libër ka qenë bagi shumë voluminos. Është libër për studenta dhe është libër për neve, por unë kisha në çështje të shikoja se si mund të kontribuoj në aspektin klinik. Të bëj një libër cili domthon mjeku, specialisti, kur ballafaqohet me pacienta të ketë një libër të lehtë për dyshimet që ka për sëmundje të ndryshme, të vjen të diagnoza sa më lehtë. Normalisht kjo është arritur për shkak leximit që kemi bënë për librat e gjuhës angleze, se siç thamë domethënë në literaturën shqipe, siç e cekoi edhe profesori Liri që ka qenë recensent në librin tonë, që vetëm profesor Osman Imami që ka bërë librin e parë, prej kur është themelu klinika efektive, pastaj profesori Liri edhe sot jemi libri jon, i cili domethënë është vërtet një rrugtim i gjatë, po shpresoj që të ardhmët të tjerë do të kontribuojnë të pasojnë bibliotekën e klinikës efektive ose departamentit të sëmundjeve infektive. Kjo është njëna prej qëllimeve të mia që edhe është arrit. E falenderoj Zotin mas pari shumë që na ka mundsuar të arrijmë këtë shkallë, që të bëjmë një vepër modeste në këtë shtëpi të madhe të shkencës, e cila domosdoshmë dëshoj të jemi edhe unë ato, sikur ajo ndërtesa madhe edhe është një tullë e vogël ato ka mbetë. Ashtu kom di veten domethënë. Rrugtimi ka qenë bajeg i gjatë, më ka dosh vite përgatitje, se kur je bashkë me autor është pak më ndryshe, se cili ka përgjegjësinë e vet, cilën pjesë ka me bëu, më ka dosh komplet të bëj vet, edhe lekturimin, o dosh të merrem me të gjej personin të bëj lekturimin, të cilin Arjan Koçin e falenderoj shumë. Ai ka qenë përgjegjës për lektorim. Kjo pjesa e përkrajës në kompletimin e librit, besoj që është gjatë pyetjeve të misionit që kemi më tutje, po më interesant çka më saktë përmban ky manual. Libra se infektiva është vërtet e gjatë. Sikurse sëmundjet internistike që janë të gjëra, njëkohësisht edhe sëmundjet infektive bëjnë një kam të madhe, për shkak se ne përfshijmë moshat prej 0, po kur lind fëmijë deri në moshën e thyer. Besa edhe para lindjes se kemi edhe disa infeksione të cilat domethënë ginekologu i kërkon për shkak të zhvillimit të fytyt. Edhe ato ne bëjmë pjesë si infektolog. Andaj na jemi munduar të mbledhmi atë sasi ose ato lloje të patologjive apo të sëmundjeve apo të diagnozave të të kemi më së shpeshta në Kosovë. Sot normalisht ka sëmundje tjera në përbot, si është malaria, dengue, është sëmundjet e verdha, ku ato domethënë normal mundën me qenë prezent për janë ekstrem të rralla dhe vetëm kur pacienti paraqitet gjatë marrjes së anamnezave na tregon që ka qenë jashtë vendit dhe ne duhet të dyshojmë ato sëmundje, për ndryshe nuk është në rutinën e përditshme. Domethënë qëllimi ka qenë që t'ia lehtësojnë punëtorët shëndetësor që të arrijë sa më shpejt të diagnozën, se çdo herë, çdo humbje e kohës, orës apo ditës në diagnostifikim të sëmundjeve, qoftë efektive apo sëmundje tjera, është humbje për pacientin, humbje për mjekun. Normalisht edhe pasojat janë ndonjëherë edhe të paparashikueshme apo edhe fatale. Po flasmi për temat që janë trajtuar, ju e përmendet si përfaqësisht, po referues do thotë i përmendet që keni qenë bashkëpunim fakt edhe me profesorin Lirin, Ilir Tolajn, dhe të tjerë. Po, sa ka qenë kontributi i tyne, apo ka qenë punë e ndanën pjesë, do të thotë, një pjesë është marrë nga ai për kraje, po flas gjithherë. Normalisht për kraja ka qenë morale, për profesorët dhe për disa kolegëve, literaturë që kemi, ose kena përdorur gjatë specializimit, normalisht edhe me pas, se unë thëmë që rrugtimi i studimit, sidomos kur ta kryejmë në specializimin, është pas specializimit. Gjatë specializimit tim mëson, studion, lexon për me kryer provimin. Por leximi vërtet,
studimi vërtet, marrja me ato që ti dëshiron e don, çfarë si drejtim, atë merret më pas. Që rrugtimi i leximit e joni nuk është ndal. Se vërtet çka thonë njëri prej shkencëtarëve edhe në momentin që ndalon të se lexuar nuk je më shkencëtar. Do thonë, na duhet vazhdimisht të lexojmë, duke pasur sot shkenca, teknologjia autorizë me hapa gjigant. Literaturë që kemi përdor janë kryesisht angleze, për shkak që se ka në fillim se mungon literatura në gjuhën shqipe te na. Një për ty është libri Principle and Practice of Infectious Disease, edicioni 8, Mandel Douglas. Ky është një libër bazë në sëmundje infektive, i cili është libër dikun me 5000 faqe. Besa gjatë pak para pandemisë pa ta fillu të përkthej pjesë të librit, ku kam arrit dikun 1400 faqe të përkthej, normalisht kam ndërprej, se tani më Covid-i ra edhe vërtet një mundi madh është. Mirë po në të ardhmen nëse me kolegë disa mundave bë bashkëpunim me përkthy si libër komplet dhe me marr leje normal, se do të marr lejen prej shtëpisë botuese që kanë përkthy ata, atë ja vlen, po është bazë ku ti raste të ralla, mund të ralla, kjetë e lashëm me pacientat atë duhet më kthy këtij librit për me si referencë. Libër tjetër kemi përdorur është Infection Disease Diagnosis, A Case Approach, Michael David. Kjo është një libër domosdoshmë që na kemi lexuar disa herë. Toronto Notes 2022, edhe ky është një libër që përdoret bazë në Kanada për gjitha sëmundjet, por ka edhe pjesën e sëmundjeve infektive. Tjetër është Infectious Disease, A Clinical Short Course Second Edition, Frederick Southwick. Sëmundje infektive 2018 të profesor Lirit që kemi bën bashkë, ku kemi qenë aty bashkëautorë, dhe Infection Disease in 30 Days, Frederick Southwick. Ky libër është shumë interesant, libër i cili është punu edhe është i ndërtuar i tillë që për 30 ditë me mësu sëmundje infektive. Edhe këtë libër kam pas përdor për gjatë student për me mësu sëmundje infektive. Normalisht tash jam autor vetëm, kam dëshirë që këtë barën të çoj përpara që të arrij ato që kam dëshiruar unë. Është lloj librit të veçantë që më herët nuk kemi kësi libra në trojët tona, është version i shkurtuar, koncis, po me informatat e super ngarkuara, po normal për ato që veç ka njohuri në mjekësi. Se pyetja më herët fillim për kon. Studentat, mendoj që studentët e mjekësisë kur ta mësojnë sëmundjet infektive, para se me hyrë në provim, munden me pas këto si lloj përsëritje, para se mi të provim mirë, po jo për me mësu sëmundje infektive. Pse? Me ato super informatat të bazike, jo ka dhe të larta për diagnozë, shembull për një sëmundje caktuar, thotë kjo shenjë është, qoftë në rentgen, qoftë në CT apo në X analiza, mirë po ato normal kur ti nuk i bazë informat për sëmundjes në tërësi tik. Ti mëson ato përmendsh, po të ka ik filli i sëmundjes. Atëherë po, studentët kisha preferuar që kur të mësojnë bazën e sëmundjes infektive dhe do të hyjnë për provim, mundin me bëj si lloj refreshi me këtë libër. Mjeku i përgjithshëm, gjithsesi që i hyn punë, sepse unë shpesh them me kolegë që përzom në mjekësinë primare, që kemë fë atje, kush është arsyeja që i çon më shumë të pacientët të mjeku, 70% rasti sëmundje infektive. Gripat, qoftë pneumonit, qoftë sëmundjet e tjera, sa do mund ato ose barkqitet ose helmimet me ushqime, ato i çojnë tek mjeku. Pastaj mjeku familjar, i cili edhe bën pjesë në mjekësinë familjare, ku edhe besa në ditën e promovimit e pata nderin me pas ish drejtorin tem që kemi punuar së bashku në Lipjan. Ka marrë librin më herë, të kemi thonë që ta shikon librin edhe të na jepni mendim se sa nga pikë veshtrimi tina mjekësisë familjare sa hyn punë. Ka qenë arrit qëllimi me zgjidhje problemi. Shumë i kënaqur dhe ka highly, domethënë recommended. Domethënë shumë i rekomanduar për mjekësinë familjare. Për specializantin sëmundje infektive, është shumë mirë, por normal specializanti do të lexon bazën dhe njëkohësisht, po ky libër do të më përdor gjatë punës me pacienta edhe për infektologun si specialist, po njëkohësisht pediatri, internisti, neurologu, oftalmologu, sepse është sëmundje që na kemi aq është infektiva tash e gjerë, saqë prek domethënë sëmundjet e syrit, se infektologu është mirë të ketë çështje, njohuri për këtë librit, është në pediatri, moshët pediatrike, neurologji që kemi meningjitet të tjera. Atëherë, derisa të shkojmë në blok marketing, është
Më intereson edhe diçka rreth kapitujve, doktor Visar, është ndarë në kapituj apo? Po, është ndarë në sëmundje. Në sëmundje. Po, edhe në kapituj të veçantë. Sistemi respekt, po me fillim kemi fillu me ato që kena ma problematikun, domethënë të na, është FUA, ose ethe me origjinë pa njohur. Pacienti vjen me temperaturë, edhe ti nuk i ide çka ka. Edhe normalisht në literaturën ndërkombëtare, Bile thot kur fillon me temperaturë, me origjinë pa njohur, që në shembull definicioni i saj është në pacient cili ka ardhur ose 2 javë me temperaturë, i ka bërë 2 vizita te mjeku, nuk kanë ide se çka ka ndodhur, prej çka ka bën analiza, ka bën teste dhe nuk dihet çka është burimi i temperaturës idiopatike. Hyn smundje me domethënë me origjinë pa njohur dhe aty kemi diku 200 diagnoza për jashtu. Kemi filluar me sepsen, që është urgjencë, për urgjencave në mjeksi. Pastaj kemi filluar me sisteme si respirator, sistemi neuroqendror, sistemi gastrointestinal, sistemin e ekzantemat të lëkurës dhe kemi trajtuar problemet sipas asaj siç e kam menduar që kemi përqindje më të lartë të sëmundjeve që në praktikën e përditshme si infektolog ose si mjek familjar do të ketë domethënë takim me ta. Të ndrosh shikues, tani është koha e marketingut dhe shkojmë në blok marketingu për të kthyer sërish në studio. Ndruam që në ditët e para. Gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Emona Center 19 vite, spektakël me super zbritje. Miell 25 kg 13.99, oriz 700 g 0.89 cent, margarin 200 g 0.45 cent, ullin të zi 1.99, djathi bar 800 g 6.89, sugjuk shtëpia kilogrami 4.49, mish pule 2 kg 6.99, Nodello 250 g 0.79 cent, Buena Vita 450 g 0.79 cent, Doleo Student Mix 120 g 0.99 cent, Çaj filter ideali zi 0.85 cent, Ujo Alpeve 2 litër 0.25 cent, detergjent rrobash Persel 10.99, letër toaleti 1.89, sapuni lëngët duash 1 litër 0.95 cent. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët. Të ndërruar shikues, u kthyem sërish në studio në përmendjen apo në përkujtimin atyre të cilët vazhdimisht janë suportues për krahas ton gjatë emisionit ton. HomeLab Plus, i cili është një laborator që në fakt ka me 2 qendrat e saj në Prishtinë dhe ofron një gamë të analizave nga më të ndryshme, duke filluar nga biokimia, hematologjia, virologjia, markus tumoral dhe të tjera. Bashkëpunimet e tyre i bëjnë më të larmishme punën që kryejnë ata me Turqi, Greqi dhe me Shqipëri. Po ashtu, motoja e tyre është profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Sponsor i
dytë është Emona Center, rrjeti i supermarketeve në Kosovë, e cila është dekoruar 3 herë radhazi për çmime dhe në të njëjtën kohë si moto e saj është mos përdorimi pijeve alkolike në raftet e tyre. Meka Halal Food, njëra ndër kompanitë më të mëdha të produkteve të misht në botën shqiptare, e cila për disa vite me radhë është certifikuar nga Bashkia Islame për produkte halal. Dhe Cima Construction është kompani ndërtimore themeluar në vitin 2009, e cila me ndërtimet e saj dhe një staf profesional ju jep rahati për në shtëpitë tuaja. Kurse Syla Group bën projektim, ndërtim dhe mbikëqyrje të ndërtimeve ku ju vendosni të bëni rahatin për shtëpitë tuaja. Kthehemi sërish në studio me musafirin tonë. Të nderuar shikues, u kthem sërish me musafirin tonë në studio për të vazhduar me pyetjet tona në lidhje me manuali i sëmundjeve infektive. Doktor Visar, çdo herë tek një libër kur del, me domos duhet me pas edhe risi. Ato update-at që llogaritet. Cilat mund të themi që dallojnë nga literatura tjera? Çdo autor që bën libër, është ky libër klinik, domethënë për çështje ku më herët për aplikim detur, çështje me takim me pacientin. Çdo herë autorët në çdo fushë tentojnë që të kenë ato të fundit, ripërndësimet të fundit. Ne jemi kujdesur për këtë pjesë. Sidomos te sepsa ka ndryshime të reja të fundit, por që normal profesori Liri, si recensent librës, me tha që ta lahet të vjetrën dhe më sirsin, për ndryshe dhe më thonë definicioni i sepsa është ka ndryshuar, është vetëm sepsa dhe shok septik, bile shoku septik e ka vendosi si nëndek të sepsës, por këtë e kom la duke respektuar dëshirën e profesorit, për ndryshe jemi të munduar që çdo gjë e re e fundit, qoftë për PCR, sidomos kohën e Covidit, është e tutit që PCR është si teknik që neve infektologëve na hajnë shumë në punë, jemi munduar të cekum, por edhe ato që janë në tentime sipër duke u punuar, po që ende nuk janë këta në Amerikë që janë komerciale, domethënë ende nuk janë dalë për shfrytëzim, po janë duke punuar në për disa institucione të ndryshme botërore duke i testuar që të shohin domethënë sa është specifiteti dhe sensiteti i tyre për aplikim të gjerë. Njëkohësisht jemi si thekst veçantë bile edhe profa më tha që më vendos për çdo sëmundje që është vaksinë për parandalimet e tyre, kemi shikuar domethënë të reja dhe kemi qitur në libër çdo vaksinë të moshme që është zhvuluar deri me tani, që ka mundësi që të ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve infektive. Me qenë se ma herët e diskutuam lidhje me këtë tabun, se sa është tabu tani që duhet jesh me titull, me gradient shkollimit të sene për të botu një libër të tillë, ose të ngjashëm. A duhet që ky libër ose ky veprim juaj të kontriboj të rinjëve sot që të merren, do thotë mos ndalen edhe të merren me këso iniciativash, me qenë se kjo është iniciativë individuale në fakt. Qëllim kryesor, në thonë drejt, për shprehje dhe publikisht, ka qenë që të lëmë gjurmë pas. Se jeta e njerit, pritshmëria për me jetu një njeri sot është 70-80 vjetë. Dhe me vdekje përfundon gjithçka. Po nëse lënë veprat mbrap, pas jetës tënde ato do të qëndrojnë, do të qëndrisin këtë botë. Normalisht e kemi menduar këtë gjë, edhe se neve tash si shoqëri në këtë kohën tonë po na mungon role model ose modeli, cilën do të na me pasu. Fatkeqësisht është bërë koha komercializmit, çdo gjë po shikoj vetëm kjo pjesa materiale e fitimit të parës ose pasurisë ose të ardha që me rrit komfort zonën në tonë. Na kemi menduar që të bëjmë këto që të kalojmë këtë prag, po këtë pengesë. Normalisht që duhet mund dhe punë që të bëhet libër, qoftë ky libër apo edhe libër tjetër që është vëllimi më të madh, po që të ofrohet shërbim mirë po me saktësi të dhënave që i vendos në libër. Shpresojmë që do të arrijmë për falëndrimeve të shokëve, miqve, kolegëve atë ditë edhe më pas vazhdimisht që njerëz më kontaktojnë, më thirrin, më shkruajnë qoftë në Facebook apo edhe në kështu në telefon që e kanë mirëprit ekstrem shumë, janë të kënaqur dhe shokët nuk janë mjek, po janë të
kënaqur nga aspekti që kemi arrit me bën një gjë të tillë, siç tash një hap në këtë drejtim për kontribim të shoqënisë. Edhe na jemi çdo herë dhe do të jemi që të kontribuojmë vendit, popullit, gjithë lëmin që e ke. Doktor Visar, si manual të thot trajton moshat e ndryshme. Po. Cilës që është dediku ma shumë nga ajo që keni përmbledh? Apo është si ndarë? Të gjitha për shkak se, siç thash, shembull nëse shikon te meningjitet kemi të fëmija. Besa ata është një më e shpesht. Jemi më du krejt. Do tash manuali ose libri është qëllimit i aplikimit faktikisht të përdorimit të dhënave, të cilat një mjek, qoftë infektolog apo edhe pediatër ose si thash neurolog ose lëmive tjera mjek familjar, që kanë në përditshmërinë e tina. Se çdo herë, me lën kujtohet një kolegë në Gjermani, cili punon atje, më thoi ka ai shefi tina ose ai mbikëqyrësi tina, çdo herë përjashtoi ato që janë të zakonshme. Pastaj nëse këtë në rregull nga aspekti i zakonshme, atëherë shikojmë për ato që janë matralla. Edhe normalisht nuk do të më turpëru eksperti ose mjeku në këtë rast që me pranu që nuk din gjithçka. Pa ata janë librat. Tash falënderoj Zotin që tash na ka mësuar edhe teknologjinë, kemi në telefon me dhona ekstrem të shumta që të mundemi përdor për shkencë dhe për neve për diagnostik, ka skore të ndryshme, është një aplikacion që shpesh e përdorim, është MedCalc, që ka kritere skora që të e vendos ato i kje e hyn të X mundja, shembull të tonzillit faringitit, centaur skora, ose të sepsa, i ki sepsis Q-SOFN score, apo ki tash që në kongresin e fundit e pata një prezentim për sepsen, mundova me laboru dhe me tregu që tash njufs 2 skora përdoret në përbot dhe është bagi skor e besueshme dhe mirë. Normal, presim në të ardhmen nëse del diçka e re apo ndryshohet, por që përmendon herët shumë në fillim sepsen se pacienti në momentin që nëse nuk nxjerret me kohë, mortaliteti rritet shumë. Kjo është arsyeja që në përditshmërinë e mjekësisë praktike mjekësore, qoftë primare apo dhe sekondare apo terciare, siç jemi ne këtu në QKK, na hin punë si manual. Për smundje të ralla, normalisht është libra profesore që është shumë voluminoze edhe libra të tjerë që për ceka që kemi përdorur na si burim i informacion. Me qenë se kë me do mos komu shpërndodhën e për librarit, a ka ndonjë kostot shitjes? Nuk kemi mendu për shitje, ne kemi dhuru si dhurat, na ka mundsuar sepse edhe kosta e përpunimit, përgatitjes e ka shpenzimin e vetë, kështu që normal. Përveç mundit profesional që është jap. Ne falenderoj shumë optikën Orlet të profesor doktor Arsim Hajdari, cili është oftalmolog, është miku i imi, cili na ka ndihmuar këtë aspekt të printimit. Nuk kemi printuar shumë kësaj radhe, po përshfrytëzoj rastin që t'ju tregoj se së shpejti do ta vendosmi librin edhe online, të lexohet. Vetëm që të lexohet, jo të printohet ose të downloadohet, me qëllim të rrugës sepse është edhe me ISBN. Po. Mirë, po tash në të ardhmen të shohmi nëse ka kërkesa. Qoftë të studentave apo të kolegëve, për shpreh publikisht që në të më shkruajnë në qoftë në Facebook apo në rrjetet sociale apo edhe në WhatsApp, Viber, edhe ta shohim nëse është rritje kërkese e madhe, do të bëjmë e ri botim prapë të librit. Kemi mundësi do të bëjmë zgjidhje, por çdo herë jo me shit. Për afërsisht sa kopje në shpërndodhë deri tash? Deri tash ofër dikun që në shpërndodhë pa pagesë të fjala. 100 kopje. Atëherë doktor Visar, me qenë se koha e emisionit veç po kalon, një këshill për lexuesit në këtë rast, po edhe për të rinjt e cilët ta pasionuar mas teknologjisë, kanë harruar se do të marr libra më shfletu. E le më me përgatit në gjatë tillë. Vërtet, pesha edhe unë kam këtë mangësi se kur e lexoj një libër më shumë anoj ka kjo digjitalja. Por normalisht nuk e kam problem me lexu, se çdo herë që të lexoj një libër, prandaj edhe kur blej laptopa nuk blej 14 inça më të vogël, po 15 më shumë, se qes një on libër, një anë qes Wordin, edhe marr shënime.
Pse bëj këtë gjë? Sepse di që kur ose përkthej çat pjesë, gjuhës angleze, se di që kur të mendohuna më shumë, angazhoj mendjen time më shumë në fokusohuna në çka ka shënuar autorin ato librat mjekësor, edhe marrshën me këndena e di që do të është dije që më shumë do të zgjatë, do të pulitet më mirë në kohë. Përsia ime është që të merren me ato çka mendojnë që është për ta e dobishme, çdo njeri e ka një veti që do të më zbulu për çka është. Dikush është mjek, dikush inxhinier, dikush profesionist në profesione të ndryshme, domethënë se neve na vijnë edhe profesione të ndryshme, qoftë ndërtimtaria ose ujësellës, po këshilla jame është që ato çka e zbulon ti në veten tënde që e don çato me çu nivel tjetër. Jo Jo me pru deri ato ku ka qenë. Jo, definitivisht. Unë e përdoj si shako ka njëherë të popullit jonë, sepse normal kemi shqiptarë shoqëror zotit në përbot që kanë bo e zbulime të ndryshme, po në shumicë në Ballkan e ka pos babgjyshin shembull Kovaç, baba qashtu edhe këtë të nkun, nuk ka lot trurin pak me bo një zbulim me ja lecu vetës. Për mbrapa. Pra ata shumë qëllimi jam ka qenë që unë me lecu vetës së pari, që të më rritet diagnoza ma lehtë dhe këtë gjë që më ka mundësu mu tash më ndaj të tjerë, të kolegët e tjerë. Kështu të jemi dobishëm për shoqëri kaj. Po. Atëherë, doktor Visar, me qenë se koha e misionit veç u ofru edhe ka kalu në fakt, unë ty të falenderoj për kohën që ke gjetë në këtë rast edhe duke shpresuar që në misionet tjera të kemi risi tjera në lidhje me punën që bën jo. Faleminderit shumë për juve respekt edhe si format shtesë që nuk do të ndalemi këtu. Shpresoj. Të nderuar shikues, kjo ishte edhe misioni për sonte. Me ne ishte doktor Visar Gashi, specialist infektolog, me të cilin diskutuam rreth manualit të sëmundjeve infektive, një libër i sapo botuar këto ditë, i cili ka të bëjë përkitazim me problemet e sëmundjeve infektive, në mënyrë të shkurt, të qartë dhe shumë domethënëse nga doktori nderuar. Shihemi në emision në ardhshëm.